Profesor, përshëndetje, Përshëndetje, në mirë se u këtë gjeta. bisedë së bashku, ku fokusin do ta kemi tek futbolli i të rinjve në fakt. Si e shikojnë futbollin e të rinjve sot në Shkodër? Masiviteti është normalisht si mendoj, si asnjë qytet tjetër, të kanë shumë sportdash Shkodra, edhe masiviteti është bile jashtë pritshmërive. Të pas parasysh se edhe Shkodra nuk është një qytet i pasën, po të kanë shumë dashamirë të përjetu futbollin më shumë se asnjë gjë tjetër, me sakrifica nuk i shkusin fëmijët për futbollit, edhe për ditë ka regjistrime se janë shumë sportdashta, shkutan të din edhe vetë, por thënë kjo pjesë nuk i mungon Shkodrës masiviteti. Këtu jemi, profesor, në mjediset e Djernia Shkodrane. Prej sa vitesh ekziston kjo akademi dhe sa të rinë angazhohen këtu? Kjo ka gati 20 vjetë, tam drejtën, nuk ka 3 vjetë që jam këtu. Këtu angazhohen, sa që flasim, kena 120 fëmijë në Fiqencë. Çfarë moshash janë kryesisht? Prej të 7 vjeçat deri te 17-ta. 7, 9, 11, 13, 15, 17. Si funksionon një ditë normale? Realisht jena mundu me bëj ekipe zinxhire që mos me pas shkputje. Për shembull 9 vjeçat shkojnë te 11-ta, se losin edhe sekondar. 11-ta shkojnë te 13-ta, 13-ta te 15-ta, 15-ta kur marrin mosha shkojnë te 17-ta dhe kjo nuk ka shërbyer se nuk na kput zinxhiri. Edhe të them drejtën, jena të kënaqur me pjesëmarrjen e fëmijëve. Edhe këtu ambientet, po i shifni edhe vetë për kushtet që ka Shkodra ose Shqipënia, në ambientet e kena shumë të mira, të them drejtën. Na kena dhoma zhveshjes, kena këtu edhe kena edhe një të mirë që fushat janë pa lek, pa pagesë. Kja bën shërbim fëmijëve, ndoshta nuk është në gjë e madhe, po realisht këtë fugallek që jetë në Shkodra, kja mund të jetë një plus për fëmijët. Me çfarë synimesh vinë të rinjt këtu për të bërë, duan të gjithë të bëhen futbollistë apo kanë synime edhe të tjera? Por 90% vinë mu bën sportista. Masat rruga shumë e gjatë. Në pozicionit që janë tash ka shumë ekipe në për Shkodër edhe në tonë Shqipnin, rruga është e gjatë, është edhe e zorshme. Por realisht 90% e fëmijëve vinë me pikë synimin që mu bën sportista. Nga vinë kryesisht, nga cilat zona? Kena të përzime, mikse i kena edhe fshatar, kena prej qytetit, kena malqor të ramë, që janë të ramë në për këta fshatat më afër, por në kena edhe 2 fugona në dispozicion, tham drejtën, shkojmë i marrim në përshpia dhe i qojmë në përshpia. Edhe kja është plus, edhe këtë, tham drejtën, e kanë pa pagesë fëmija. A ka element cilësor, profesor që spikasit? Ka, për çdo ekip, ka 3-4 element që si thënë bajnë diferencen, jo këtu, por edhe kërshi ekipeve tjera, se në bajmë neshe, jena në Liga Rajonale, por edhe kur losim me ekipe tjera, kena 2-3 lojtarë për çdo ekip që bajnë diferencen edhe me ekipe tjera kur jena kundërshtar. Sa përparësi u jepet lojtarëve të akademive dhe ekipeve të të rinjve në ekipin e të rriturve, pra synimi është për të furnizuar vllazërinë e madhe, besoj. Po, realisht po. Sa hapësirë u jepet lojtarëve të rinj? Zero. Pse ndodh kjo? Nuk e di, nështë është ky tregu, por edhe ky tregu në ka dalë pa fygur, në ka dalë si tregu i teshave, i tesh i nimave. Mendoj unë. Po kjo do të thotë që për shembull, unë nuk jam as i karakterit. Presidentat marrin ata njerëz afër që i thonë gjithçka pa. Edhe për mua kjo nuk funksionon. Unë nesër po të ishe president, po më thonë gjithçka pa, sot je në punë me mua, nesër nuk je. Unë ta njerëz nuk është. Edhe ky mund të jenë gabimi. Se ka presidentat djemë të mirë, që e pranojnë edhe me thonë jo, këtu nuk jetë, ama në bane kështu. Edhe me sa di unë, kjo gjithmonë do të jesh i dështuar. Të rinjt mund të kenë hapësina, nuk është hapësinë se të merr ty në ekip parë. Ose prej ka Shkodra, pa tham, 40 vjet, 18 vjeç, ose 17, pse merr 2 në ekip parë, mi pa ose 3. Se thonë kena marrë më të mirë. Po jo, ai me blej bastan 200 lekë dhe dhe me hapë me ban provë, atë deli barë dhe se tret. Atëherë ban e provë. Realisht ban e provë. Po se kanë thënë kjo janë ta ligat e 4, këta kategoritë e 4 që janë ta. Një fëmijë 21 vjeç, 22 vjeç që let kategoritë 4, për mua shkan kot ta lajn sportin. S'ka asgjë gjë. 21 vjeç let kategoritë 4 nuk ka as i vlerë. Po luajtë 20 vjeç, 18, 19 duhet me luajtë ekipi i parë, është kështu apo jo? Sa shkojnë zakonisht tek ekipi i parë? Po shkojnë 2 ose 3. Realisht nuk mundin, kështu kanë ardhur gjithmonë. Po çfarë numër me të tjerë, nuk e di, mos ne ata si duket kërkojnë vetë me gjithë ekipe. Është hap që janë hap në tonë Shqipërinë, mendimi jam. Që janë ta Liga 4 që losin ta.
Nuk ka si vlerë për mu. Një fëmijë 22 vjeç, let në kategoritë 4, ç'a mundet me bëj më atëherë? Që ku mundet me shku? Ç'a perspektivet ka? A kanë hapësira realisht të rinj shkodranë në për ekipe për t'u aktivizuar? Kanë hapësina, o vllaç, hapësina tash nuk e di se janë do të pas hapësina se ti hala nuk je lojtar i konfirmuar. Trajneri do të me besu te ti që me pas hapësinë. Hapësinat mund të jenë bire ta provoj. A din, po kjo është sforcoj se ti shkan mu provu, hala nuk je në maje, je 18 vjeç ose 19 vjeç, nuk ke atë vrudhin, po do të besu këtu. Cila është sfida kryesore që kanë akademitë sot dhe ekipet e të rinjve në Shkodër? Ndoshta edhe në futbollin shqiptar, se jo vetëm. Në futbollin shqiptar nuk e di si funksionon. Realisht me t'nime, mendoj që Tirana punon mirë. Kanë edhe dyne ma shumë normalisht, Tirana mund të jenë 1.200.000 banor. Realisht Shkodra punon mirë, ka shumë lojtarë talentuar. Po vazhdimësia. Unë për shembull në Shkodër me sa di unë, Tafili dhe Dode janë 2 prumjet e fundit, me edhe Kurbazi, se edhe tash këta 30 nuk i majmë më shumë. Ka ndonjë prumje tjetër vllaznia përveç këtyne? A dini ju ndonjë se ndoshta edhe mund gaboj edhe Dhe pikërisht tu ndalemi, profesor. Të rinjt janë një model suksesi në Shkodër, në futboll. Realisht po. Çfarë ndodh që vllaznia për 25 vitesh nuk fiton ekipi i të rriturve, ndërkohë që ekipet e të rinjve dalin vit për vit kampion? Ku prishet zinxhiri? Çfarë ngec, po themi, në këtë zinxhir që ekipi i të rriturve nuk shijon dot suksesin që shijojnë të rinj në fakt? Mendimi jem, kjo mendim personal, mund të jemi edhe i gabuar. Për mu, realisht, deri te trit nuk ka ndonjë merit, realisht kur hin me lut keq e fitu medali pari, po jo se është ndonjë sukses i madh ose ndonjë arritje e madhe se dole kampion me 15 vjeçar ose me 16 ose me 18. Arritje e madhe është sa sportista ke çuar në ekip par dhe sa realisht janë gati me lut me ekipin e parë ata. Se ti mund del kampion me 17 vjeçar, unë dali treti. Për shembull, Tirana ose Partizani, çfarë rëndësi ka? Unë çaj 2 në ekip par ose 3, ti ke dal kampion s'ke çu asnjë. Realisht, kush është më i fitu? Më që ka dali 4 dhe ka çu 3 fëmijë në ekip par. Është kështu. Ti ke dal kampion s'ke çu asnjë në ekip par. Kush është i fitu? Më që ka dali 4.